Pas përmbylljes së protestës së opozitës së bashkuar e cila zgjati rreth 5 orë, prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për të identifikuar personat që goditën dhe sulmuan kryeministrinë. Policia së bashku me prokurorin, siç dhe i shihnin në këto pamje të ekspertëve kriminalistik, po këshyr perimetrin ku zhvillua protesta së bashku me hyrjen e kryeministrisë për të mbledhur provat e nevojshme. Po ashtu hetuesit po përdorin edhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë së objektit të kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit për të zbardhur dinamikën e incidenteve, si dhe personat që nisën sulmin. 9 policë mbetën të plagosur gjatë kësaj proteste, ku për mbarvajtjen e saj u angazhuan rreth 1300 forca policore. Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj dhe kreu i policisë Ardi Veliu kanë falendëruar efektivët, duke thënë se policia ka bërë vetëm detyrën. Lleshaj përmes një postimi në Twitter ka thënë se reagimi i policisë me protestuesit është një mënyrë që i dalloi ata, ndryshe nga protesta e 21 janarit të vitit 2011, ku mbetën të vrarë 4 persona. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, vlerësoi punën e policisë për mbarvajtjen e kësaj proteste. Para nuk kam ardhur këtu që t'i jap prononcime, por kam ardhur të falenderoj policët që kanë qenë dhe kanë bërë detyrën e tyre. Mendoni që policia ka bërë detyrën e saj? Absolutisht ka bërë vetëm detyrën dhe vetëm detyrën. Ka provokuar. Policia ka bërë vetëm detyrën dhe vetëm detyrën. Policia e Shtetit në bashkëpunim me prokurorët sot në darkë dhe gjatë ditës së nesërme pritet të ekzekutojnë shoqërimet dhe ndalimet e protestuesve që shkaktuan dhunë në këtë tubim. Ky hetim do të ndiqet nga prokurorët Ekligjini dhe Kreshnika Jazi.